Një prej deklaratave të disa zonjave që bojnë program ishte një vajzë që zakonisht e lëshon deklarata të pamendume, deklarata të çuditshme, deklarata të rrezikshme që mund të dalin vetëm nga një njeri që mund të ketë telashe të rënda mendore dhe që ka nevojë për trajtim. Më vjen shumë keq e dashur. Unë do doja shumë që të gjithë ata që ndëgjojnë ose e shohin këtë vajzë duke thënë se një moshuar është një fëmijë me nevoja të veçanta duke llogarit në prindë vet ose prindë e burrit, konsideroj se duhet bërë report ose trajtu prej një neuropsikiatri. Kështu që këto gra që flasin edhe në emrin e grave të tjera, ju lutem bëni shumë kujdes. Kështu po ju kësaj here po flas pa emra, nesër mund të dalë edhe me emra me fol. Ju që jeni shumicë në rrjetet sociale dhe që përcillni këto programe, raportoni si lajme që mund të shqetësojnë një shoqni e që nuk mendojnë ashtu, konsideru që janë shumë të rrezikshme për një gjenerat të re që mundet me i thithë si të qëllume. Kështu ju lutem veç raportoni edhe jo vetëm këto, por çdo lajm tjetër që shihni në rrjetet sociale, se sinqerisht kemi degradu komplet. Domethënë na veç për me u kliku, na mundemi me dalë edhe me fol, me huq edhe me dalë si njerëz. Nëse në këtë rast me sa e parë zonja edhe e kish pranu që ka pas telashe me shëndetin mendor. Pra është ashtu si që kam thënë, në çdo medium të botës, para se me hi në transmetim live, është një psikolog që mat gjendjen tënde a je gati me dalë para një mase, a që ndjeshme është fjala jonë para mikrofonit, dhe në rastin konkret më duket që është shumë nevojshëm angazhimi një psikologu. Po qeshëm prej zorit se deklaratat e tilla janë shumë të rënda. Pra ju vazhdoni të mendoni që prind kanë shumë rëndësi për jetën tonë. Unë sot, kështu me ju tregu të drejtën, do të flijoja gjithçka për prindtemi, do të leja anash gjithçka, dhe në rastin tim, kur unë kam mundësi me jetu me prind dhe me bo për prind, definitivisht kur nuk do të vinte në shprehje një shtëpi e të moshuarve. Do të bëja çmos dhe gjithçka vetëm për ta. Dhe kjo është prej shtyllave kryesore të mentalitetit ton, të botës që e çudisim ndaj kujdesit prindit dhe fëmijët. Dhe ta mbajmë fort e mos marrim shembuj që neve do të na shkatroni si shoqni. Ne jemi po ata njerëz që bojmë shumë për fëmijët e smur, që nuk i njohin fare, për familjet në nevojë, e lemo për prindë tanë. Kjo është ajo që neve na tallon nga çdo popull tjetër në mbar botën. Ju lutem mbajeni fort. Shembuj të tillë, report, largoni prej rrjeteve sociale dhe mos u merrni fare me ta. Duheni me ditë diçka që është shumë e rëndësi. Degradojnë vetëm për shkak të klikimeve se marrin rrogë prej tyne. Degradojnë për qendër të vëmendjes edhe nëse shahesh. S'ka rëndësi mo për një grup të njerëzve. Ka veç rëndësia folësh. Për mirë apo për keq, pak rëndësi ka. Dhe ata kanë fitu imunitet. Asgjë nuk bëni nëse i ofendoni pafund në rrjetet sociale. Raportoni dhe mos i ndiqni.